Egli Tako, ish banorja e Big Brother VIP, ka ndarë mendimet e saj rreth eksperiencës në shtëpi dhe marrëdhënies me Gjestin, duke theksuar ndjenjat e saj të sinqerta ndaj tij. Egli ka pranuar se ndjenjat që kishte për Gjestin ishin realiste dhe të forta. Qëllimi im ka qenë vetëm të mos e dëmtoja. Vazhdoj të ndjej akoma për këtë djalin dhe kaq, tha ajo duke zbuluar një anë të papritur të saj që nuk ishte parë nga publiku gjatë qëndrimit të saj në shtëpi. Megjithatë, Gjesti, i cili gjithashtu ka qenë pjesë e këtij reality show, ka shprehur se nuk ndjen të njëjtat emocione dhe se e sheh Eglin vetëm si një shoqe. Kjo ka ndodhur në një moment delikat. Duke shkaktuar frustrim dhe trishtim për Eglin, ka pasur momente kur Egli ka kërkuar falje për çdo veprim që mund ta ketë lënduar Gjestin. Ajo e theksoi se veprimet e saj nuk ishin bërë me qëllim të keq, por përkundrazi, nga ndjenja e fortë që ndjente për të, dua që ai ta di se asnjëherë nuk ishte qëllimi im ta lëndoja. E gjithë kjo ishte një eksperiencë e re dhe e vështirë për mua, shtoi ajo, duke shprehur brengën e saj në lidhje me dinamiken e marrëdhënieve në shtëpi. Egli gjithashtu nënvizoi se ndonse përpiqet ta pranojë situatën. Ajo vazhdon të luftojë me ndjenjat e saj. Është e vështirë të heqësh dorë nga një person që ka signifikuar aq shumë për ty. Sidomos kur ndjenjat janë të forta, theksoi ajo. Gjatë gjithë kësaj periudhe, ajo është përballur me shumë emocione kontradiktore. Dëshira për të qenë afër Gjestit dhe njohja e realitetit që ndjenjat e tij janë tjera ka krijuar një tollovi të madhe brenda saj. Intervistat dhe reagimet e saj pas daljes nga shtëpia kanë tërhequr vëmendjen e publikut dhe mediave, duke e bërë Eglin një figurë të njohur në ekranin shqiptar. Publiku është kurioz për ta parë atë në një rol tjetër në të ardhmen, ndoshta në një projekt të ri televiziv.